Pra, nëse ti më thua sot, a do ta financojmë mbjelljen e grurit dhe misrit në Shqipëri? Pra, do ta financojmë? Unë jam çik skeptik. Sepse ke Ukrainën, sepse nga pikpamja e përdorimit të resurseve kombëtare, ne na intereson më tepër ose na kushton më pak, për ta thënë më thjesht, ta blim grurin dhe misrin nga jashtë se sa ta prodhojmë brenda. Kush janë avantazhet konkurruese? Pra kush janë, le të themi, produktet që mund të kenë avantazhe konkurruese? Studimet në lidhje me produktet për të cilat ne kemi avantazhe konkurruese janë të pakta tek ne, për të qenë realist. Ne nuk kemi avantazh konkurrues për grur dhe misër. Kemi avantazh konkurrues në fakt për bimbe medicinale dhe për perimet në sera. Dhe ja ka ndalë në fakt, ka nitur deri në tregjet amerikane. Dhe realiteti po e tregon këtë gjë. Edhe për perimet në sera, për shkak të hershmërisë së daljes së fermerëve me këto produkte, 2-3 javë përpara rajonit apo dhe 4 javë, po këto 2-3 javë dhe 4 javë i bën ata që të realizojnë fitime dhe të jenë mirë në fund të vitit financiar ose të vitit bujqësor kur bëj kalkulimet e tyre. Ne kemi, nëse arrihet një subvencionim për shembull i kulturës së ullirit në një masë të caktuar, ne arrim të kemi avantazh konkurrues edhe në prodhimin e vajit të ullirit. Edhe pse rrethohemi nga vendet të cilat janë gjigant në prodhimin e vajit të ullirit, vendet e mesdheut në përgjithësi, megjithatë, nëse financohemi një masë caktuar, ka studim për këtë, subvencionohet, financohet një masë caktuar prodhimi i ullirit dhe vajit të ullirit, ne mund të fitojmë avantazh konkurrues. Pra, është e nevojshme që të kemi studime të kësaj natyre për të identifikuar fiks, se cilët janë ato sektor për cilat ne kemi avantazh konkurrues, të cilat nesër me IPARD-in apo me skemat kombëtare mund të orientohen për të mbështetur më tepër se sektorët e tjerë. Ju jeni optimist që bujqësia dhe fermerët shqiptar do jenë gati, sepse konsiderohet bujqësia një sektorët më problematik. Më të vështirë në fakt është. Veçanërisht dhe siguria ushqimore, për cilin dhe vetë kryeministri Rama ka kërkuar më shumë kohë për pjesën e realizimit dhe zbatimit. Nëse më lejon, ju përmendën fragmentarizimi i tokës. Është një nga problemet e trashëguara të bujqësisë në tërësi, i cili vazhdon të jetë. Edhe ligji i bujqësarjes së tokës bujqësore. Për shkak të ligjit 7501, ku ai e parcelizoi dhe ndau tokën në këtë formë që ne e kemi sot. Fragmentarizimi i tokës në fakt nuk të lejon që ta përdorësh ose të përshkallëzosh ose të përdorësh bujqësinë në shkallë të gjerë, të kultivosh në shkallë të gjerë, sepse pronësia e sipërfaqeve të sektora është individëve. Edhe nuk bashkohen fermerët me njëri tjetrin në shpark. Në këtë situatë, një nga zgjidhjet që rekomandohet është edhe këto shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor që ju përmendët pak më parë, apo kooperativat e fermerëve, po është fjala për kooperativat në sistem kapitalist. Ata kanë alergji, po nuk duhet të kenë, se dhe bota i ka. Këto kooperativat në sistemin kapitalist ku ne e bazojmë ekonominë të sot, nuk do të thotë është bashkimi i vullneteve për të bërë biznes së bashku. Jo bashkimi i aseteve dhe një pronar merr në dorë prodhuesinë e aseteve. Është bashkimi i vullneteve për të bërë biznes së bashku. Sepse nëse ne do pretendojmë të zgjidhim fragmentarizimin e tokës, pra të kemi një ligj tjetër apo një formë tjetër të ndarjes tokës, unë e shikoj shumë të vështirë. Në këtë situatë që jemi, forma të tilla organizimi mund ta eliminojnë këtë problem ose ta reduktojnë në një masë të madhe problemin e fragmentarizimit të tokës në kontekstin e përdorimit eficient të këtij resursi në hapësirat rurale. Ilir Kapa, i kënaqësi që të kisha në A2 Biznes. Faleminderit. Të dashur miq, ky ishte A2 Biznes për këtë javë, ne bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.